Kam ardhur këtu në shesh për të bërë një lojë shumë të bukur. Njerëzit duhet të zgjedhin se me kë duhet të martohen nga personazhet e njohur shqiptar, cilin duhet të vrasin dhe me kë do kishin vetëm një natë dhe asgjë serioze. Le të shkojmë dhe të pyesim. Luana Vjollca, Grida Duma, Gjensila Myrtezaj. Me Gridën se ajo e këtë me të tëra. Do martohesh me Gridën? Kë do vrisje? Luanën apo Gjensilën? To si një prajtja putja një Gjensilën. Gjensilën. Luanën do me thonë për një natë? Për një natë. E mirë është ta? Shumë e mirë. Sa herë je martuar ti? Njerë je martuar? Një, mirë. Njerë martesa është gjë e bekuar nga Zoti. Ka gjë më të mirë të kush me ta kesh gruan të mirë, të ëmbël të mirë, do më thënë dhe unë t'ikin për para se t'ikin gruja. Nuk i ke hedhë syt kurven tjetër? Absolutisht, ja. Bravo. Gruja është që i them perëndia. Mësoj një çik ata çunat e rinj që trastojnë. Jo, tash e kaq, në çdo vend ka kështu. Nuk është se trajtojnë ata. Tash femra e syt vet aty, jo se atë unë. Si? Po pra. Po pse si? Pse femrat e kanë thënë që trastojnë çunat? Femra ka çuni. Patjetër. Po pse unë ti apo ikën rrugës ti, pse të et syt unë? Po pse më e syt ti mua? Jo s'ti et syt fare, ti et syt atje. Po unë nuk ti hodha syt, unë erdha se jam Jo ti. E kuptoj. Unë erdha për punë. Gocat e tjera nuk i hedhin syt, janë serioze. Unë kam punuar tekstil, kombinat 30 ca vjet. Në ato vite? Në ato vite. Shikon të femra në sy. Që në ato vite? Që në ato vite? Po ti si i përgjigjesh? Shumë i përgjigjesh sepse kisha martesën e shenjtë. Nuk i përgjigjesh? Bravo. Elvana Gjata, Alketa Vejsiu dhe Aurela Gaça. Vrite njërën, martohu me njërën dhe kalon një natë me tjetrën. Me Elvanën do martohesha. Me Elvanën do martohesha, okej. E dita ishte? Alketa dhe Aurela. Me Aurelën ishte lëvizje tjetër? Njërën do vrisja. Njërën do e vrisje dhe me tjetrën do kishe vetëm një natë. Aurelën do eliminoja. Do e vrisje Aurelën? Po. Dhe asgjë serioze me Alketën. Edhe asgjë serioze me Alketën. Një natë me Alketën. Si e mendon që do ishte nata jote me Alketën? Po me shampanjë. Me vask. Aurelën me çfarë do e vrisje? Po me fjalë të ëmbla, me komente deplasuese dhe kështu që. Noizin, Alban Skënderaj e Edi Ramën. Duhet të zgjedhësh me kë do kaloje jetën. Kë do vrisje dhe kë s'do kisha asgjë serioze, po njërin duhet ta zgjedhësh. Noizin, Alban Skënderaj dhe Edi Rama. Një për tu martu. Jo, se kam more. E kam, nuk bëjnë të? Sem gjë burri raftevika. Mirë, kë do vrasësh? Edin, dhe vrasësh edhe pse? Gjithaj 2 metrosh i gjatë. Po jena pa shtëpi, mërë për ne është edhe jo, 2 metroshit, po sham me po 2 metroshit. Mirë, po këtë... shnet i herë. Po serioze me kësë do kisha, Noizin? Mas një. Pa, mos e përmana të rejtë.